Po largohen edhe mërgjimtarët e fundit, dimri ka për të qenë i gjatë. Kjo fjali u dëgjua mëngjesin e sotëm në stacionin e autobusëve në Tetov, duke përshkruar në mënyrën më të bukur episodin e përcjelljes dhe largimit të mërgjimtarëve në vendet e perëndimit. Kanë nisur të shtohen turmat e njerëzve që frekuentojnë stacionin e autobusëve, pamjet tashmë janë të zakonshme, valixhe, përqafime, mërgjimtarë që largohen, familjarë që i përcjellin. Duket se më të mërzitur janë mërgjimtarët. Pushimet kanë qenë shumë më herë, si ke shpeja, si në vilat, dhe më thonë, më herë nuk ka, nuk bëhet. Ja, vajnë koha edhe... Vajnë koha, shkojna si... Largohana për vendlengjes, mërzitët, është gjo normale se vilat e gjithmonë nuk harohat, po elhamdulillah për Zotit, Bashkim Tursin e kemi pas gjithmonë, e ne do të kejena, inshallah, jemi shumë të rahatshëm, shumë të sigurt të ndajhena unë me familjen time. Pushimet ishin shumë të bukura, po shumë të shkurtëra. Po si nuk mërzitemi, na merr malli për këtë vend për herë, edhe shumë. E sa herë që kemi pushime, nuk e shohim botën as pak hiç për shkak se kemi qejf të vina këtu, ta vizitojna vendin tonë ku kemi lindë, ku na rreh zemra. Super, doma na ju bo. Super, në shtëpi është më mirë. Tani kthehemi në Gjermani. Pas orës 6 të mëngjesit, televizioni Koha regjistroi 5 autobus të Bashkim Tursit me destinacion për në Gjermani. I gjashti na thanë se më vonë do të udhtoj për në Zvicër. Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund ishte një mbishkrim për itinerarin e autobusit, kurse tjetri përshkruante një rrugë ende më të madhe. Ohër, Gostivar, Tetov, Shkup, Kumanov, Müni, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund. Vozitësi Bashkim Tursit për televizionin Koha tha se udhëtar nga të gjitha qytetet udhtojnë me këtë kompani udhtimi. Sot shkojnë 5 autobuse për në Gjermani, një për në Zvicër është. Po mendoj udhëtarët janë shumë të kënaqur. Udhtimi i rahatshëm, mbi nivel. Mendoj që dëshirojmë si cili udhëtar, udhëtar, sidomos edhe neve shoferëve. Udhëtarët më shumë vinë për Gjermani. Për Gjermani vinë, për Maqedoni, prapë shkojnë në Maqedoni. Përgjithësi ka Tetova, Kumanova, Shkupi, Gostivari e gjithë. Mbi nivel, kushtet mondet e në t'i shifni vetë, se autobusat i kena këtë për klasës parë. Mendoj, si cilin 2 vite kene ndrojnë autobusat, gjithmonë autobusat rritë. Bëri thirrje që në kuadër të marrëveshjeve shtetërore të rregullohet edhe çështja e pritjeve të stërzjatura në Kroaci. Pak në Kroaci është me të vërtetë rëndë, ama ajo bashkëpunimi i shteteve, mendoj, Maqedonia me ato, se ato punë nuk mirën ne, me ato punë duhet mirët shteti, se është me të vërtetë e prit një madhe pa hesap. Udhëtarët kishin fjalë miradije për Bashkim Tursin. Disa prej tyre udhtojnë me vite me këtë kompani dhe kur nuk kanë qenë të zhgënjyer. Jam baba i 5 fëmijëve, javën e kalume shkova me fëmijët e vogël i qova, me thonë me makinë, apo me vetur, stash vajza e madhe, e lash pak ma gjatëri, këto erdha ta marrë me autobuse, ma u lodha me të pritën për kufrinën. Kështu që, elhamdulillah, me thonë, Bashkim Tursinit, e kemi pas gjithmonë gjatë 20 kusur viteve, numër 1, edhe do ta kemi inshallah, si me shoferat, jena shumë të kënaqur, me thonë. Rregullisht jam udhëtare e rregullt me Bashkim Tursin edhe jam shumë e kënaqur, është një udhëtim shumë komod, njerëzit janë shumë të ndershëm, shumë të respektueshëm, kështu që gjithmonë udhëtojna me Bashkim Turs. Super, zadovoljen shumë. Jam shumë i kënaqur, është më lirë se sa me aeroplan. Kur erdhëm ishte pak më e gjatë rruga, për kthim shpresoj më shkurt. Jam shumë i kënaqur. Dhe teksa valixhet mbyllen e përqafimet bëhen gjithnjë më gjata, Tetova po i përcjell edhe mërgjimtarët e fundit. Pas tyre mbeten familjet me mall dhe një dimër i gjatë deri në takimin e radhës. Padyshim se Bashkim Turs, ashtu siç i mori për në Gjermani, sërish me profesionalizmin më të lartë do t'i kthej për në Tetov e vendlindje, kudo që ndodhen mërgjimtarët.